Përshëndetje juve, mirë se keni ardhur në vizitë. Jeni të mirë se ardhën gjithmonë, sidomos në vendlindjen ku jeni met shumë pak banor këtu. Jo për gëzoj për daljen këtu për të na parë se si po jetojmë. Do ta mirëmboj gjithmonë dhe s'do ta lëshoj kurrë deri në frymën e fundit. Kështu që jemi mbet edhe këta që jemi pa adresë, që nga viti 2019 na kanë shlye, thuj se 95%. Unë her pas here i kom qitë për ma këthyë adresën, ka 2 herë në vit, që nga 2019 deri më sot 8 herë i kom përsërit me ma këthyë adresën për e kotë, dhe kanë dalë ka 3 herë në vizitë, më kanë gjetë këtu, që jetoj këtu, që mirëmboj, rrymë kom, gjithaj kom, përrezën këtu senet që shkojnë të shtetit i paguajmë, e këtë, veç më kanë thonë që do ta kthejmë adresën, do ta kthejmë këtu për të gjojnë, e këtë. Po ku me i qitë edhe 8 herë deri në fund, edhe ku më undua që më kanë morë pa drejtësisht adresën që me e këthyve përsëri. Por s'u më knaqë edhe me ma këthyve mu, pas ma kthejnë, pas i popullim komplet është i shlyem rezident, nuk është vetëm si me jetu në Mars. A Serbët këtu që jetojnë jashtë vendit, ata i kanë me adresa, me si shlye kush. Kjo e drejte si cilit me jetu ku dojnë, po pronën e kam, shpinë e kam, as kemi shit sen, as kur gjo. Jetoj këtu 3-4 muaj në vet, her shkoj, her pas here në Zvicër i vizitoj afërmit e mi, familjen tem, kthehem, qëndroj këtu. Ndihma do të më konë edhe me madhe, se kemi met pak për kroje nga Shqipnia, Kosova. Kem nevoj, po jo vetëm me fjale, me asi, po do të me vepra me i nimu kësaj populatet me të vegjës. Kjo është tokë shqiptare, brez pas brezi. Në vitin 85 në shkollë, 84 dhe 6 shqiptarë në zonë sa ma shumë ka posë se sërbë. Në qendërt me të vegjës. E mos flasëm për Bojsjarin se Topol pas në zonë sërbë, në Gërbace, në Sfirse. Bojsjarin së qojtë shkolla fillore Zenel Hajdini, jemi konë 1/4 u konë sërbë, tjertë kanë qenë 3 hisër shqiptarë, 1 hisë sërbë me të vegjë. Ma shumë këme qenë viti por, viti 2 ka 2 paralele, ka 45-6 në zonë, so sërbë veç ka i paralele 20 në zonë, so 22-3. Kështu që tash për tash, viti 98-99 ka ndiku.